Pranvera sjell edhe çeljen e luleve, por edhe gjallërimin e jetës. Vlora duket se është gati për të pritur pranverën, por për të pritur edhe ditën e verës, më 14 mars, teksa Bashkia e Vlorës, veç aktiviteteve që parashikon të organizojë, po krijon një atmosferë festive edhe në qytetin e Vlorës. Nisja zyrtarisht e pranverës, por edhe afrimi i simbolikës 14 marsi që festohet si dita e verës, duket se ka sjellë në Vlorë më shumë gjallëri, jetë dhe shpresë. Bashkë me çeljen e luleve dhe gjelbërimin, pranvera vjen edhe në një vëmendje të shtuar institucionale. Edhe pse Vlora nuk e ka një festë zyrtare 14 marsin, bashkia është përpjekur edhe këtë vit që të krijojë risi në dekorimin e qytetit. Kjo gjë ndihet në disa nga zonat që janë më kryesore, në rrethotullimin e hyrjes së qytetit, por edhe në zonën e Skelës. E ndërsa flasim për simbolikën e pranverës dhe ditës së verës, ashtu si kundër edhe për pritshmëritë e nisjes së një stine të re që sjell gjallëri dhe rritjen e ditës, qytetarët flasin edhe për problematikat që u vështirësojnë jetesën. Pavarësisht gëzimit që mund të sjellin këto stinë, ato nuk mund të sjellin qytetarëve fëmijët, apo niprit dhe mbesat që janë larguar drejt jashtë vendit për më shumë mundësi. Pra, ndërsa i gëzojmë gjallërimit të jetës, çeljes së luleve dhe ngrohjes së kohës, qytetarët flasin edhe për shqetësimet, e ndërsa veçojnë ikjen e të rinjve. Shumë bukur, shumë bukur. Shumë gjallëri ka njerëz, ka shumë. Vin tani në pranverë. Dhe atmosfera? E ka filluar atmosfera, po zbukurime, tutje ke qenena. Shumë mirë pranvera, si pranvera që ke qenena. Po kemi ca diçka tjera që na mungojnë të shtoshin ato. Po ka shumë gjëra që po na gënjejnë, po na urrejnë kur ta, po thot ka hajdutin, edhe më në fund s'po bet asgjë, kaq ke qenena. Pranverën po e prisni me probleme. Me problemet ke qenena dhe shumë faleminderit për intervistën që merrni. Kaq kishte nena. Dëgjoj, Vlorën e ka bekuar Zoti, nga të gjitha anët. Vlorën e ka bekuar Zoti, që në shekujt e parë, për lere tani se tani kjo janë ndëruar këto stinët. Duke se në Vlorë nuk ka... Jo, këtu se besoj më vallai se kjo ko nuk është shpar ka që e ngrohtë të bëj 22-23 temperatura, vetëm në majin qershor ka bërë. Që mbajmë ne vlonjat e vjetër mend, se tashti nuk e ditë, prandaj them, Vlora është e bekuar, po Vlora duhet të dish një gjë, Vlora do në qik dorë, se janë larguar shumë vlonjat, shumë qytetar, edhe Vlora po thuaj se është boshatisur. Edhe të vjen keq, unë kam qëtë fëmijët e mi, unë s'kam asnjë këtu, kam 3 fëmijë, s'kam asnjë. Të 3 me shkollë të lartë, edhe ku i ke, janë rrugët e botës.